Përplasi makinën e tij me shtëpinë e Jennifer Aniston. Arrestohet 70 vjeçari. Në qytetin Los Angeles mblidhen një numër i madh thyjesh nga fusha të ndryshme dhe është e zakonshme që emrat e tyre të dalin në qendër vëmendjes medias për ndonjë ngjarje që ndodh në qytet. Këtë herë ishte radha e Jennifer Aniston, pasi një burr është arrestuar pasi përplasi automjetin e tij në shtëpinë e saj. Konkretisht, përplasja ndodhi në portën e përparme të shtëpisë luksoze të aktores, informacioni zbuluar nga CNN, i cili kishte qasje në të dhënat zyrtare, duke konfirmuar kështu se pronarja e shtëpisë është aktoria amerikane. Përveç kësaj, autoritetet policore, siç është edhe oficeri Jeff Lee, një zëdhënës i departamentit policisë Los Angeles, kanë deklaruar se incidenti ndodhi të hënën 5 maj, rreth orës 12:20 sipas orës lokale. Pas aksidentit, një roje sigurie arrestoi autorin e dyshuar të ngjarjes.